Është vend shumë bukur. Për të qenë realist, këtu vitet e fundit, fal investimeve të qeverisë. Sa vjet ka? Sa vjet? Ka 5 vite. 5 vite që vjen dorë Divjak. 2018 AEKT ka patur një bum zhvillimesh. Them bum sepse në krahasim me çfarë ka qenë Divjaka, këto janë me të vërtet bjen sy dhe janë marrin vëmendje gjithë ky itinerar që nga Divjaka është shtruar. Megjithatë, ti flet si për vendin më të vizituar në Shqipëri. Nuk është. Tim kundërshto, po unë do të bind se s'vend. Unë do të bëj ty që ti sot, Sa vizitor ke ti në vit, pa? Po unë gati kam të mbushur gjithë vitin. Gjithë vitin, pavarësisht kur flitet për turizëm Shqipëri, flitet për sezone. Divjaka është gjithkohës. Ndërsa unë do mburrem, sepse kam realisht kam gjithë vitin. Ti s'ke ditë e natë paguajt. Po, ditë e natë s'mund themi, por gjithë vitin. Dimrin e kam më mirë se sa verën, qofse të gjithë agjensitë ose guidat e kanë problem në sezonin e dimrit, këtu në Divjak, të paktën unë e them me bindje dhe me krenari që Divjaka është vendi që shumë shpejt do kthehet në një trendi i vizitorëve. Do doja të kontribuoja sa më shumë sepse ja vlen njerëz më punëtor që s'kan lënë cop dheu pa e mbjell. Kur nuk mbjellin atë çfarë hahet, mbjellin atë çfarë shijon që janë lulet, vend më të mbjellë, tokë më të punuar, e sera kudo. Unë nuk kam parë, kështu që do doja të ndikoja sa më shumë për promovimin, po dhe ju vetë, mos jeni kaq modest. Do thënë, flas për Divjakën, me kokën lulur duke punuar, po s'ka që ngrije kokën edhe thuaj e meritoj të vishë të më shohësh. Unë pikërisht fjalë e thati në fund fare e meriton ta thash dhe aty që unë do të bëj që edhe ti vetë, po e shkej sot me Altinin, do të kërkosh të vi sa më shpejt përsëri, të rikthehesh. Sepse nëse neve do të na dalë koha të shikojmë sado, unë do të tregoj ty, ne nuk do të vizitojmë do të gjitha. Po duket se erdhëm te Zambak te Verdh. Erdhëm te Zambak. Erdhëm, u bëra guid dhe unë Altin. E shikoni, ne po i themi Zambak. Ky është një bim e familjes së Shpatarës së Irisit. Edhe sa bukur vajti flutura direkt atje. Fluturat e tua. E pash. Ai është një flutur që ka emrin Kleopatra. Flutura? Ai është flutura. Ku e njohë more kaq? Po. Ai flutura e bardhë quhet Kleopatra? Ai flutura e bardhë me kratë kuqe aty, me kratë të verdha quhet Kleopatra. A nuk fshemu ajo se shkoj? Jo, ka ngjyrën e Zambakut. Të prandaj se shoh. Të duket sikur është. Po sa e bukur, po ja ku është, do të thëj. Shikoni çfarë magji të ofrojnë ta. Tani isha pjesa që unë të shpreh aty që me ujëra, me pjesë ligatinore të brenda pyllit që krijojnë atë fjalë që unë e them me insistim, Amazon, xhungël. Po ja tek dëgjon shoqërimin e zërave të bertkosave, duke thënë që kemi edhe ujë kripur, edhe s'mund kemi gjallësa të këtyre. Po shikoj sa bukur. Sa mrekullie. Shih atje lule dhe atje Zambak. Shih Zambaku. Shih ka bërë urë natyrale. Unë nuk di në cilin vend të botës ti ke vajtur dhe ke parë, sepse bota është shumë e bukur me shumë formate nga dora e njeriu, ndërsa ky është krijimi i Perëndis, krijim nga dora e Zotit. Oh, sa bukur. Po si ka mundësi janë bërë ura natyrale, gjithashtu si ka rënë? Po, ka rënë nga puna e stuhis, nga stuhit edhe ka rënë. Dhe ka rënë, po prapë janë të dopi. E shikon si po shoqërohet nga bima nga Zambaku, që unë para 8 vitesh kam vënë disa mostra këtu, që kanë mbjellë vet? Ka shumë bimë që unë kam mbjellë këtu në park. Për te pishës që kam 25 vite që vazhdoj vit për vit si qytetar që mbjell sa të mundem, në sa vitet e fundit kemi arritur që brenda 2 viteve kemi mbjell 15.000 fidan pishe me Rodina, me kontribut qytetar. Me kontribut qytetar e theksoj me forcë të kontribut qytetar, me kontributin e cili do qytetari që dhuroj një fidan pishe, dikush dhuroj rrugën, dikush dhuroj ushqimin, shishën e ujit, e kemi arritur kemi bërë të lloj mbjellje në parkun e Divjakës. Në bashkëpunim me administratën e parkut, ne sot në Divjak mburremi që nuk kemi territor pa mbjellur me fidan pishe, Ordina. Kjo është krenari, është mrekulli. Nuk ka territor më në Divjak pa mbjellur. Shi. Po. Tani më fal. Këtë nuk mund ta mbjellësh ti. Kjo ka mbjerë është egër. Edhe një herë. Apo po të them sepse ti sot po një Altinin. Veç këtij Zambakut, këtij Irisit, unë kam mbjellur, kam shumuar disa orkide, disa manushaqe, jo disa manushaqe, po manushaqen e bardhë shumë e rrallë endemike,
edhe zambakun e bardhë të rerës që ti gjen vetëm në korrik, her pas here. Të gjitha këto që unë të regoj janë vërteta sepse kam të dokumentuar me foto me video. Këtë zambak e kam pru pa 7 vitesh, e kam marrë diku dhe e kam pozicionuar. Nga e keni marrë këtë zambak? Në një kanal në një zonë këtu afër, edhe e pash që atje nuk e kishte jetën e gjatë se do pastrohesh kanali, e kam marrë e kam pozicionuar të gjitha këto që mund t'i tregoj sot, nuk duhet t'i tregoj, s'duhet t'i përmend sepse duket si puna e saj doni më për Belulin. Mrekullie. U shtofshin Belulët si ti Altin. Po u shtofshin gjithë Shqipërinë Belulët që jo vetëm e tregojnë, po ata e zhvillojnë, ata e mbjellin, ata janë frymëzim për gjithë kënd që e do këtë vend, dhe Altin është një prej tyre që e do aq shumë sa kur iku jashtë tha, kështu po pëlqen të bëj një gjë në Shqipëri. Këtu do e bëj në tokën time dhe u kthye në Divjak. Prandaj ti je i bekuar edhe kështu qofsh. Të falenderoj që arritet të ky konkluzion, por s'duhet më thuash në sy këto gjëra, sepse kur e përsëritet po ti them, nuk e dëgjoj, the për kamera. Të qendra e vizitorëve. Është një ndër qendrat më të mira në Shqipëri, qendra pritëse të vizitorëve në Shqipëri, ku unë i sjell. Kur është hapur? Kur është bërë? Kjo dina është hapur në 2018, në qershor të 2018-s. Po pra, sepse unë nuk e mbaj mend këtë fare. Po këtu është tërsuar gjithçka. Ka qenë një objekt. E pra, këto janë vërtet këto gjethet apo i keni artificiale? Këto gjethet janë përshtatur sipas ambientit, sipas natyrës dhe Falstaffit. Bravo kush e ka bërë këtë qendër. Bravo. Ja, se kemi edhe një shok aty, po ta shohim si këtë pelikan. Na doli përpara ndonjëherë, në preu lëvizjen ande dhe ashtu kemi pelikanin John. Pelikani John ka dhe emër? Ky është po patjetër. Është pagzuar që në momentin po na ikën ande. Po na iku. E ka menduar se kjo, ëh? Do na bëj se s'bën. Sepse ai do tentojë të shkojë aty, ndaloj, hajde shiko. O sa i bukur, o sa i bukur. Kujdes mos akoma shumë sepse të godet. Largomi. O sa i bukur është. Shikoj gjithë kjo krijesë ka gjigante sa i madhe. Sa e bukur. Do të shkojë te ujë? Po. E meriton tjetë me të vërtet emblem e Divjakës. Si thrasin Johnny e njëjnë gjithë? Është VIP i parkut? Është bërë 8 vjeçar. 8 vjet ka? Një krijesë 8 vjeçare që përshëndet pretë për cilë gjithë vizitorët nga në mbarë botës. Sa e bukur. Po si është historia që është këtu? Ky ishte pjesë e kolonisë së zogjve që lanë folet nga ishulli i pelikanit, edhe me sa duket ishte ndër zojt e fundit, që nuk e ndite do të ritmi e tufës që largoha nga folet. Dhe u zbut, ngeli në park. U rrëzua diku në një fshat, edhe drejtori i parkut, vajti me makinë, mbasi e njoftuan që diku në një fshat të Fierit ka rënë një pelikan, edhe ai personi atje tentonte edhe ta therte, O zot, po do e therne, o zot, çat meri. E kanë marrë me kudit pagesë.